Mira Konçi shpjegon divorcin pas 25 vitesh me Shpëtim Saraçin. Mira Konçi dhe Shpëtim Saraçi sollën përgjatë viteve të tyre të qëndrimit në Shqipëri hite duke rezultuar si një dyshe e suksesshme artistike. Më vonë, kimia e tyre në art përshkallëzoi edhe në jetë dhe nga dashuria erdhën 2 fëmijët në jetë, Era dhe Drini. Me largimin e Erës në Amerikë për studime, edhe çifti bashkë me djalin u bashkuan në vitin 2017. Me kalimin e kohës gjërat ndryshuan. Këngëtarja thotë se mes tyre pati një marrëveshje që ai të vijonte karrierën në Shqipëri, ndërsa Mira të qëndronte me fëmijët në Amerikë pasi e kishte të pamundur mos të ishte pranë tyre. U pa gjatë rrugës që Shpëtimi ndiej më mirë këtu dhe u vendos një marrëveshje e tillë, nëse e quajmë marrëveshje, që unë nuk mund t'i lija fëmijët vetëm në asnjë mënyrë, nuk mundesha. Nuk ishim fare të vegjël, por ishte mosha më kritike. Era sapo mbaroi shkollën, duhet të isha aty për herën, mezi e prisnim atë moment. Drini ishte në vit të dytë të shkollës së mesme, ishte e pamundur që ta lija vetëm. Ajo thotë se fillimisht nuk ishte fort dakord, por e mirë kuptonte edhe pozitën e tij. Sigurisht që Shpëtimi këtu kishte ndërtuar gjithçka në Shqipëri dhe absolutisht që është deri diku e kuptueshme, pavarësisht se unë s'isha shumë dakord, doja që të ishim bashkë. Çifti i dha fund martesës pas 25 vitesh bashkë.